Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar falënderojmë, vetëm për ti ndihmë të falë kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi sot në takimin në ndajën e radhës dhe do të vazhdojmë tutje inshallah me pjesën e mbetur nga qereku i tretë i këtij libri, që ka të bëjë me ato që e shkatërrojnë një njeri, prandaj njeriu duhet të ruhet prej tyre. Dhe autori që nga fillimi i këtij kapitulli është duke folë për nefsin, është duke folë për atë anën, të thëmë, problematike të njeriut, që nëse njëri nuk i kushton vëmendje, ka mundësi me e shkatërru. Dhe e ka ndërlidh interesant që nga fillimi do të thotë çështjen e nefsit me reagimet e njerit. Për shkak se problemi është ajo natyrë që e dominon njeriu nga brenda, shprehet pastaj edhe në sjelljet e tij, patjetër. Domethënë, nëse njeriu dominohet brenda vetes së tij nga pushteti i zemrës, e pushteti i zemrës është i ndërtuar me besim dhe pasim të pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë patjetër se ky pushtet do të shtrinë sundimin e tij edhe në gjuhë, edhe në gjymtyr, edhe në këtë jetë në njerit. Nëse njeri nuk arrin me e fuqizu pushtetin e zemrës, por dominohet nga nefsi, me anët e tij të errta dhe pritjet e tij jo të mbara, atëherë padyshim se këto kanë me reflektuar në jetën e tij të përditshme, në sjelljen e tij, në komunikimin e tij e kështu me radhë. Andaj autori është duke folur për nefsin në kapitullin e shkatërimit, në kapitullin e rrezikut, për shkak se pe këtu buron rreziku. Dhe shpesh e përzin mes nefsit edhe mes sjelljes së mirë, sigurisht edhe sonte do të marrim diçka prej kësaj. Në anën tjetër të ndërruar, trajtimi i nefsit duhet bërë me kujdes, nga se nefsi nuk është kot pjesë e njerit. Do të thotë mundshme që Allahu azza wa jalla diçka që është nga gjitha anët e dëmshme me mendon se njeriu. S'ka kështu. Nuk ekziston. Prandaj Allahu xhalla wala e ka vendosur njerit një nefs, një prirje e psharake për dobi. Por normal si ka kompetenca pa kufizuar. Dhe keq ka duhet në më bësh që mos ta lejojmë që nefsi të merë kompetenca të pa legjitimuar nga Allahu xhalla wala, nga krijuesi. Kaq. Allah i ka unë epshit kaq dhe ne duhet kaq të japim. Momentin kur të japim hapësirë epshit, më shumë se që i ka dhënë krijuesi, shkaktohet kaosi. Shkaktohet prishja. Andaj edhe këtu autori tash edhe thotë se kemi marrë takimin e kaluar, qysh njeriu ka mundësi me izbulu të metet e tij, probleme që i shkakton nefsi. E ka të ndërmjetësisht ka shumë raste kur reflektimet e jashtme të nefsit arsjetohen nga vetë nefsi. Aja bën problemin dhe e arsyeton problemin. Dhe njeriu pastaj i binde këtij arsyetimi. Dhe fillon me mbrojtje vetën e tij. Qysh Allahu ka thonë: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Njeriu është i prirë që për shumë se me debatu. S'ka hak, s'ka drejt. Mi po kush jep këtë potencial të diskutimit pa nevojshëm dhe të pavarësishëm? Nefsi. Me mbrojt. Mbroj vetën. Shiko, mirë e ki, e kështu me radhë. Andaj duhet njëri gjithmonë me gjetë burime jashtë vetvetes për me njohë veten. Nëse burimi i njohjes së vetvetes është vetja e tij, nuk ka me zbuluar ndoshta 5% në të metave të tij apo. Nga se zakonisht njeriu është i prirur që me gjetë metën, është e vërtetë që njeriu e njeh vetën më së miri. Problemi është se kur e njeh vetën e tij, në vend që ta shënon si të met, fillon me arsyetu dhe me justifiku. Pa ndeshja e këtyre natyrave brenda vetes së tij apo mundson që me njoh veten. Pra duhet me inkuadru faktorë të jashtëm për me e njoh veten. Dhe kemi marrë 4 faktorë të jashtëm që njeriu përmes tyre ka mundësi me e njoft vetveten. Para një hoxh, një njeri që i njeh këto probleme, këto tmeta, përmes tij e kështu nga ato që kemi cek në takimin e kaluar. Ashtu autori përmend një element më rëndësishëm dhe vazhdon me 2-3 kapituj, po që nuk kena mundësi këtë me marsonte, po konsideroj se këta 2 kapituj janë shumë të rëndësishëm në lidhje me këtë temë. Janë shumë të rëndësishëm në lidhje me këtë temë. Për shkak se tash autori fillon me përmend, domethënë
çka kërkohet nga ky proces dhe si zhvillohet ky proces. Në procesi i njohjes së vetës dhe procesi i trajtimit të tmetave. Nga se këtu i kemi të ndërruar zakonisht 2 apo 3 probleme. Problemi i parë është me njohë vetën. Problemi i dytë është me pranu çysh është vetvetja, se ka shpesh njerëz që nuk e pranojnë veten çysh janë. Do me kun dikush tjetër, jo vetja e tij. Bëni çaj që je. Çu ky jam, pranoj veten tonë. Për të mirën tonë. Nuk po them pranoje para njerëzve, po pranoje para vetvetes. Pranoje para vetvetes lëshimin që ki, mangësinë që ki, këtë ki mangësi dhe lëshime. Andaj problemi është me njoh veten. Problemi i dytë është me pranu tmetën dhe problemi i tretë është trajtimi i durit tmetave. Se ka njerëz që nuk i trajtojnë ose nuk i trajtojnë në mënyrën e duhur. Prandaj autori fillon tash me tregu se trajtimi i nefsit nuk nënkupton eliminimin e tij dhe përjashtimin e tij nga kombinimi i qenjes. Jo, ai mbetet pjesë e qenjes, patjetër. Për shkak se Allahu xhallahu ala e ka vendosur brenda vetes së tij. Nga njerëzit për shembull, për me e trajtu veten ose me largu tmetat, shpeshherë preferojnë mënyrën e privimit. Privimit nefsit nga ato që nefsi i pëlqen, si shaj, e dominimit dhe ndëshkimit. Si shaj e dominimit, unë do më ka du për shembull që unë e dominoj nefsin. Qysh i ka du që dominoj nefsin, për shembull, unë ma kona shumë, e kam shumë për qefi, këtë ushqim se ha. Halal është. S'ka lidhje me haram, nuk ka kështë çështje juridike, po çështje e vetes tjetër. Dhe tani këtë forca, fatkeqësisht, e trajtimit nefsit i shkon në prim nga halalli, e kalon shumë tjera gjëra të patrajtuara. Mandej është një debalancë në trajtim të vetvetes, fatkeqësisht. Sikurse për shembull ka njerëz që kanë i qasin me çercaktuar se na duhet për shembull me kon mbrojtës të fesë tonë, na duhet me kon për shembull për kas muslimanëve, në çercaktuara për shembull. Në rregull, ja pjesa duhet, po mos e ngrit nivel të besimit, për shembull, ose mos e bëj çështje kryesore dhe me mjaftu me qaq për ta justifikuar pastaj veprimin edhe për ta justifikuar edhe mos veprimin. Se kjo tonë hile nefsit. Te këtu talon nefsit ty më shumë se që ti mund të më lut nefsit tonë. Dhe nefsi është perfekt. Ai din dobësitë e njerit, prandaj din ku më godit. Po do të më ditë si me e trajtu. Prandaj shpesh edhe dietarë kanë përmendur ka on siyaset u nafs. Do të më ditë çfarë politikë me nefsin atë. Edhe jo është politikë kuptim të largasoj mashtrimit, po politikë kuptim të udhëheqjes. Se siyas në arabisht është me udhëheq. Do më ditë do të më kon e ka pun gjithkusht s'mbohet menaxher, lider, kryetar s'mbohet gjithkusht. Do të më ditë çfarë menaxhu me udhëheq e kështu me radhë. Prandaj duhet më ditë nefsin në çfarë udhëheq. A që nuk din nefsin vetë më udhëheq. Çka ti është për të nefsit? S'di më udhëheq, nuk mundet. Për këtë arsye na kur themi duhet me fillu nga vetvetja, që nuk kupton më mbyll vetveten. Por çdo sukses pastaj jashtë vetvetes varet nga suksesi në betejë me vetveten. Patjetër. Nuk ka mundësi dështon betejat me veten, por i suksesshëm betejat me jetën ose me tjerët, nuk funksionon. Për të arsye autori thotë këtu e kanë përmend të duhet të kanë në shahawati nufus lam tuda illa li faida. Epshet e nefsit, kërkesat e nefsit nuk janë vendos, nuk janë dhënë njeriu për dobi, normal, për dobinë e tij, ushqimi për dobinë e tij, martesa për dobinë e tij, çdo kërkesë e nefsit është për dobi. Mirë, po këtë tash është problemi, domthon te dy çështje kryesore thon. Domthon çështja e parë është tek menaxhimi i gabuar ose tek te kalimi i kufeve. Tek te kalimi i kufeve. Allah e ka vendosur për shembull deri në këtë nivel, ai ka lënë kufinin për shembull. Allah e ka vendosur me fitu halal, fita e ka lënë haram. E ka mundsuar Allahu xhallahu ala halal martesën, ka lënë haram. Dhe ka lënë kufinin. Në këto janë problemet me nefsin. Prandaj edhe ka thonë pejgamberi inna li nafsika alayka haqqan, ti ke obligim ndaj nefsit tën, ke obligime. Për këtë arsye edhe autori qarton atë çastin e privimit, domethënë të pabalancuar, të privimit, domethënë të pa arsyeshëm. Ku ka raste që mund të lexojmë nga njerëzit që njohin si zahida, si asket njihen, dhe këto është një dobi që duhet me pranë të ndërvozur, jo çdo thënie që vjen nga të parat tan, apo mund të jetë edhe rrugë që duhet me njëkna. Sa që është apo.
Aja ka thonë nga perspektiva personale. Aja nështë është alim, është asket, është i devotshëm. Ka shumë thënie që në vinë nga të parët tonë që ata janë të njohur me devotshmëri, ata njohur me asketizëm, është e vërtet, me Zot, por janë njohur me ilm. Ose po qenë gjahila, po qenë ulema. Ata ilm kanë pas normal, po jo ilm që të bëhen të aftë, për shembull që gjithçka që ata thonë të jenë mbështetur në dije. Andaj për shembull vjen diku thotë ka thonë nga selefi kështu. A ka thonë krejt apo ka thonë një pyetje? Kush ka thonë? Apo pastaj ai që ka thonë kush është? Për shembull dallon ky pyetje. Kur është zahid dhe kur është alim. Prandaj thotë autori thotë se ka pyetje që mund gjesh, thonë ka vite që e dëshiroj këtë çështje po nuk e marr. Nga ushqimi bro. Ka me vjet që më hahet për shembull, apo dyne një ushqim i caktuar se ha. Po mi ka thonë se që unë këtu dominoj. Nuk ke nevojë që kaç me çu pazarin apo. S'ka nevojë. Apo. Atë disa njerëz e dramatizojnë për të nevojë çështën e nefsit, pastaj ndërtojnë betejë pa kuptim për me nefsin, e në fushë të tjetër betejë pastaj dështojnë se s'ka potencial, nuk ka mundësi atë. Ai shikon është fikh i madh me luftu nefsit. Për sa disa nga dietarët kur e kanë rrugë çështën të ndërtimit të vetes e kanë thënë fikhu nefs. Se ndërtimi i nefsit edhe vetë kërkon fikh. Kërkon një lloj që është mendjepresie, një lloj diturie, urtësie e kështu me radhë. E kjo bëhet veç nga ana dietare. Ana dietare. Kjo është ilm. Çështja e nefsit, çështja e zemrave, çështja e ndërtimit vetvetes, çështja e njohjes së vetes është ilm. Është ilm. Që nuk është çështje për shembull këshilla, porosi, shpërvojash, shijesh, ja kjo me shije zbot. Kjo zbot me përvojë, kjo bëhet me dije me ilm. Edhe mjaftueshëm Allahu xhallahu ala ka përmendur argumente në Kur'an e pejgamberit në sunetin e tij që trajtohet kjo çështje. Prandaj thot fala yultafatu ila zahidin qal ilmu. Thot andaj mos u merrni me fjalët e zahideve që nuk kanë dije. Kjo nuk më nëshmu kërkan, por na mundin me marrë si shembull filonin, mashallah, po jo si model, jo si shembull se gabim apo. Dikush që ka thonë me vite tëra s'kam shikuar në qiell nga frika për Allahut azh xhel. Unë ka shikuar në qiell. Ka ndërat të kallu vojë që fisema, na të shojmë që po e kthen ky ka qiell. Apo kjo nuk mirë, na mund të themi që ai që është ka pretu, okay. Është e ti personale i alem, po jo tash me bëto standard të gjykimit tjera, hoxha po këshir kënë qiell, a dojnë ky filoni, po jo, kjo s'bën kështu me konë. Gjykatësi i vetëm që tek ai i kthejmë veprimet tona është pejgamberi asoj. Kur hiç kërkush. Absolutisht. Ose konsenzusi i sahabëve. Ka qenë këtë e kanë bërë sahabët. Ose ixhmai i selefit. Ka qenë këtë selefit kanë bërë çështë gjanat e para. Po individ, persona caktuar 2-3 kanë thonë diçka, këto mund pastaj të jenë personale, duhet të trajtohen në suaza të kufizuara, po jo të shndërrohen në metodologji që duhet me ndjek, në mënyrë që duhet mbasoj pastaj njëri me e përmirësu vetveten e tij, apo me gjyku vetveten e tij, apo me qortu vetveten e tij e kështu me radhë. Nëse gadal shejtani ka mundësi që me një të mirë me na ndin nga pasimi. E në qoftë se pastrimi i vetes edhe njohja e metave nuk është në rrugën e pasimit pejgamberit, kur që zyn. Nuk është e duhur. Prandaj çish ka thënë Ibn Qayyim rahimullah se njohjen e metave dhe pastrimin e zemrave Zoti e ka lënë në dorë të pejgamberëve. Ata janë mjek të kësaj çështje. Veç kur që ka tentuar jashtë rrugës së pejgamberëve me shpik metoda të reja caktuara për këtë çështje ka dështuar. Dhe sot kemi rrymë ndryshme që janë të njohura për shembull me çështjen e zemrave, me çështjen e shpirteve, të metave, kështu me radhë, po s'janë pasues. S'janë rrugë pejgamberit më shumë kanë bërë sherr se hajt. Por na për shembull në emër të një luftimi të nefsit, apo ju ka dalë shirku sa kodra hudit ato. Kjo për shembull ose zmadhimi i gjërave pa nevojë kështu më. Prandaj të ndërvozë është shumë rëndësi që njëri me kon pasues i pejgamberit në këtë aspekt, edhe në kuptimin e privimit, edhe në kuptimin e fëlimit e gjithçka. Po nga një herë për shembull si mas ndëshkuese për vetveten
në periudhë caktuar, moment caktuar që ajo vlerëson ose hoxha që e mbikëqyr e vlerëson, bën me pas prime të caktuara. Po jo, un po flas si metodologji. Për shembull të ndërozur, njëri ka pas me lexu virdin. Sa ka lexu? Ato tash po një orë ma vonë flajna përmash. A është ki përvim, jo, kësa është përvim, apo. Kjo është mas edukative që njëri përdojt momentet caktuara për disciplinë të nefsit, kjo lejot. Po nuk lejot të shëndrojt në metodologji edhe më shëndru në diqka që dëmon është e pa kuptimt nga se nuk jep rezultat. Për shembull, ai që përvendin nga ushqimi, në rregull, s'pa ushqim. Po mirë, çka po përdon kjo? Kur gjë? Veç pretendim të dominimit. Është e pa kuptim. Është e pa kuptim të. Autori thot se pejgamberi sa ka hongër ato që ka pëlqy. E ka pëlqy mjalta, ka hongër mjalt. Ku e kanë ditë për shembull cila pjesë e ushqimit ja kona, ja ka kujt për shembull kofshën e delës apo e ka ditë, mos më kon që pejgamberi kish pas këtë një çka do kofshë që thoni për shembull se kështu që kofshën e kona më shumti, apo ose mjaltin ja ka kujt, me le diet edhe problemi i grave me mjaltin që ka vitë edhe për këtë çështje, apo që ka pas ushqime të preferuara. Dhe kjo mund të jetë pastaj edhe te çështja e tjera në jetë. Por pejgamberi ka pas parfume të preferuar. Apo ka pas parfum të preferuar. Madje ka konzum parfumin apo si çështje të arsyeshme për me dashur dunjon. Ka thonë pejgamberi, "Më është bëhet dashur nga dynja e utrisan, ne pyetën ka parfumin." Jo me dashur dynja me menta, po nëse në dynja ka diçka që ja vlen me dashur është parfumi apo. Thonë që të nëmonë që i pejgamberi e pse ka dosh parfumin se ka qitë kur me ka dosh nuk ka në kësi beti e më, pa nevoj. Ka përdor parfum edhe ka përdor kuptim të vlerës tregut, s'ka qenë parfum i lira, ka qenë parfum i shtrejt. Por këto sene kanë qenë të balansuara në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj ka pas domthon edhe qef me pas tesht mirë. Për arsye domthon Omeri kur e ka propozim për tesht e mirë, s'ka thonë pejgamberi na se kem këtë dunjë kështu. Jo, kur ja Rasulullah, vesh një tesht se po takosh me delegacione, le të shkojnë bukur të veshur. Ja ka apru pejgamberi alayhi salam këtë apo. Madje Omeri vetë kur u bë halife, kurrava ata që kanë qenë mësues të Kuranit ose të them tash për shembull ligjërues të kësaj radh i ka detyruar më vesh me tesha të veçanta që më u dallon kuptim të pastërtisë, elegancës, pamjes, për shkak se kjo ka pjesën e vetë ndikimit apo. Kjo nuk është për shembull me çdo kusht. Jena dvafën çka kema, jo. Po them kjo është e balancuar me pjesë të tjera të jetës apo. Mirë, po nuk është shpërputhje me përmirësimin e nefsit dhe me luftimin e nefsit ti përgjigjesh nefsin në kërkesa të caktuara nëse këto kërkesa janë të menaxhuara nga vetja jote apo. Që kjo është më e rëndësishme. Andaj autori përmend 3 kritere shumë të rëndësishme, deri ku mund me shku më i përgjigj. Shumë mirë ka përmend. Mendoj që çtojnë vallai rregulla të arta që ndihmojnë deri kur i përgjigj nefsit. Kur fillon me kalon në zonë të rrezikshmërisë, thosh ja, kthejmë apo. Kaç? Çfarë janë këto 3 zona ato? Ka on lihet e pëlqyera e lën kur ato. Thot kur arritja ditë është e vështirë, kërkon mund edhe ndoshta të detyron me kalu në vepra të pahishme. Për shembull, të ndrozur ka në qef caktuar edhe dirsa rrezimet e qeve është shumë i mundimshëm. Merr vak shumë. Për shembull, kur të në fund çka për një sen caktuar, s'jam vlen apo. S'po flas, nuk po flas juridikisht. Është halal punë tjetër, po flas të aspektin e disiplinimit të nefsit dhe menaxhimit të duhur. Po nuk kur ka shumë që një sikur të thotë populli, nuk ka vlen bara qiran. S'ja vlen apo. Nuk ka vlen. Për shembull, me bajt një produkt caktuar, për shembull, i sikur të 100 euro, ama transporti është 1000 euro. Mos e s'ja vlen apo. Po ai produkti çaq s'bën apo. Transporti është më i shtresë vetë produkti. Da për situatë të zakonshme me prunë në ilaçe, diçka të dikush mundet a dhe me pru. Jo, po flas për situata të rëndëmta. Kur paga edhe mundi janë domon shumë më tepër se vetë kënaqësia që kemi për tu. Prandaj arsyeshmëria këtu është
në të kundërtën e përgjigjës ndaj nefsit. Çështja e dytë thotë nuk duhet me u përgjigj në kërkesa të cilat e dobësojnë ambicien dhe rrezikojnë vazhdueshmërinë. Do të ti një herë po dy herë, nëse vren që nefsi tash po lasot për gjithmonë kët apo marrësh, atëherë duhet të pas kujdes. Dhe në qoftë se vazhdimësia të ndërlozur ka mundësi me kriju një lloj varësie. Varësie. Jo varësi s'ban. Nuk po me kriju varësi ndaj gjëra që caktohet dunjas, me ku një varën për ty, jo i varën për ty. Po ti dush me kon dominues apo. Ose për shembull si ka sa bukur e ka pranë, ndikon pra në ambicie. Ndikon në ambicie. Ç'është në ambicie? Ose ndikon për shembull në aspektin e vendosmërisë. Dy kuptime ndikon, edhe ambicia edhe vendosmëri. Për shembull, kur ti përgjigjesh shpesh, krijon një lloj varësie. Kjo varësie fillon tash me ta kontestu ose me ta rreziku aspektin e vendosmërisë. Do të thotë që po shkon duke u vështirësuar fjala se bëj. S'dal apo e nëse vëre po të rrezikohet fjala s'po muna, do të nuk thim kohë. Derisa s'ka kaluar në situatë që po çka më bë. Hallall është po ju mësu, jo tash ka dalë se nëse rrezikohet sistemi i vendimarrjes në raport me veprim caktuar, nuk bën për një hallall të përgjithshëm që s'ka lidhje me farzat me rreziku, nuk bën. An shikoj sa bukur na kam thënë dietarët me menaxhu vetën ndërvozë. Ka për ta kanë për shembull ose e ka thonë e treta, po përmani, ose ka thonë nëse përgjigjeja është deri në nivel të ngopsisë, do përdorimi të tepërt që ka mundësi me të rënduar për ibadetet, apo halal me hungur, halal për diçka, edhe tash konsumi i asaj mund të jetë në dëm të ibadetit. Rënohesh, s'm bën dhikr, çto gjumi, përtacia, Kurani sa ja s'bën kështu. Prandaj shikoj të në vëllezër sa bukur dietar na ka mësuar që çym na gjot vetëm. Ne kanë për shkak vin njerëz thot këtë ish përfill. Këtë sistem është përfill. Tani përgjigjet nefsit, halal, del, shkojnë, lëvizin, ka shumë njët në tyre gjëra që domthonë janë çështje nefsi veç. Njët tyre ka shumë çështje nefsi. Kur vjen një kërkesë e zemrës e caktuar, thot kom shumë rëndime s'po muna. Normal Allah, se që ke faktorizu nefsin, apo që tash zemra është problem me hinë sistem nefsit, ato. Është lashe. Për shembull të ndërlozë njerëz që mësu për shembull tash, s'po për shembull se mund të keq kupton dikush se jam ndoshta kundër çasaj, nuk kam të bëj me veprim caktuar. Gjithkush e ka atë hobin e tij, gjithkush e ka një tërheqje në raport me diçka, s'prish punë. Po flas me standardet. Nëse do të thonë kjo tërheqje realisht kërkon sakrificë të panevojshme, pastaj ka mundësi me ndiku në sistemin e vendimarrjes për shkak se fillon me u bë varësi ose me të ndunë ibadete, i thosh nefsit përshëndetemi me këtë punë. Jo për shkak të asoj të parës që ai ka thonë. Jo, po për shkak se po më pengon punët e mia, kjo është tani një jetë. Prandaj më thash, privimi nga diçka i parësyeshëm është i parësyeshëm. Po nëse privimi nga diçka e lejuar është për ta mbrojtur obligimin, duhet më bëhet atëherë normal. Apo për të mbrojtur farzin, më mbrojtur haramin, kuptim të distancën nga harami, atëherë duhet me pas kujdes apo. Dhe kjo është rregull në jetë, veçanërisht ku ton kur mundësit për shumë halal janë shtu, në kuptim daljeve, ecjeve, veshjeve, ushqimeve, shumë sana atë, me pas kujdes. Që ky, domethënë, kjo përgjigje çfarë efekti ka? Çfarë efekti ka në tëm? Çfarë efekti ka në vendosmërinë tëm? Çfarë efekti ka në ibadetet e mia kështu më radh? Nuk ka rregull të ndërlozë për shembull njëri nuk po flas një herë, një dy herë, po ndodh. Po për shembull çfarë kuptimi ka me dal ku e dyn distanca saktuara me ecën dhe mu lodha apo sa tani kur vjen dy recitatë ose një fal namaz nota. E na lodh shumë. Mos ka pas larg vallap ose del ditën, më na gjaja. Ama mos rrezikon namazin, se namazi i natës është esenca. Apo tani është punë tjera apo. Po duke u marr për shembull kanë njerë japin shumë përparësi për shembull të çështjes së trupit, për shembull me mbajtjes së formës, këto këto rregulla.
Po nëse çka mirëmbajtje e trupit, çka mirëmbajtje e formës së trupit, edhe vijës së trupit, apo ka mundësi që me ti prish balancën e ibadeteve dhe raport me Allahun xhallahu ala, atëherë menaxhoj situatën ka se nuk e krijuar ti për këto, po e krijuar për çdo. A çka këto që është menaxhimi? Edhe kjo është halal, edhe kjo është halal. Po kur dhe situata pi kontrolle, edhe fillon varësia me shku ka aspekti gjërave që si kriju për to, në dëm të çështjeve që për to e kriju, duhet me pas pa pardon dhe pa kompromis rishim Trumpës. Stop. Zban, apo për shkak se tash ka filluar me hin zona të rrezikshme. Edhe s'bën me lëndë të funit se ta premëm më drejt, unë po vlas kur fillon me e hetu se ka mundësi me pas implikime të tilla në raport me investimin tonë, me ndërtimin tonë, nuk bën. Rajtë ndërozë jetën e vet. Për shembull ka herë do të përmend autorin më vonë. Në raport me njerëzit për shembull, apo ka për shembull mushtrim me dikon për një çështje tek që për shembull. Jetë shku ngjaj me fal namazin. E namazi kërkon qetësi, kërkon me shku i përgatitur në po. Ashtu me kerr, hin shpejt në aton, ku po shkon nërkosh. Qysh kemi të një farë të qeta. S'munësh valla, bo sabër sa të munësh, ruje qetësinë për farz. Po e pa që po let hinë valla sogale, se qetësia po i për farz mu. Apo, ama nëse qatë qetësia të razojmë me konflikt me njerëz, ku me të kuptimi tani i përullës, e s'pëmujmë përull, po s'munësh valla se nësi kem sistemet apëtan anaf, si t'jen dhe në gjami e lëshën, ja s'munësh atë, nuk munësh. E përë një shemë dhe konkret, ja vlen kere për të punë që po flasë komunikacion, nështë anë punë, nështë anë familje, ku do kuft, do punë me i herë, do punë më së marë me to, nëse e të razojnë raportin me Allah në gjellë vala. Nëse këtu këtë kalojnë vëllab, këtë kalojnë. E tani ku jetë cilësia namazit e dhikët e Koranit e, nësë mund me lezu Koran, sa kime bom, nësë mund me adurallon që rëdu, që kime bom. Ne gjithë ka zgjidhje, ka zgjidhje. Në komunikacion, të komunit, që kjo rrugë gjithë kështë, shka me që rrugë, shka diku ma largë, shka në komë, ka zgjidhje. Me punë ka zgjidhje, bën zgjidhje, rruje raporti me Allah në gjellë vëna. Ma dje dhe me familje ka zgjidhje. Ka zgjidhje, apo, kjo zgjidhje që ka para pashat, 1, 2, 3, 4, kështë më ratë. 1, 2, 3, 4, përndaj. Do të thëmë që, duhet me di qëka është baza, qëka është esenca dhe qëka është aja që, ban me bon, po duhet me di kur dhe sa me bon. E që kjo që është ja duhet e trajtimit të nefsëfën. Autori pastaj e përmeni që është në vazhdim me këtë, dhe më onë thot se na kur flasëm të ndërlëzër për nefsin, të metat trajtimi i duhur, apo, që kanë në kuptojmë me këtë? Në kuptojmë dhe më onë shkarkimin e vetës, zbrazën e vetës nga veset e këqia, nga adetet e panevojshme, ose nga zakonet problematike, zakon është, po problem është kjo zakon, se po të pengon në adhurime, nga qëto, për shambull, mu zbraz, që t'jesh i gatshëm, i pregaditun, i zbraz, që të mbushesh me virtytet dhe cilësitë e kërkuara. Që kjo është. Edhe kur autorin e përmeni që shme një vetë vetën, dhe përmeni që duhet me zbraz, me menaxhim të caktuar, deri në pikën edhe të të lejuarës, që kjo fund që bëllet, zbrazu edhe nga kërkesat për të lejuarën. Nëse që shtu menaxhohet e lejuara, ku jetë e ndaluara? Larë kilometra jetë, apo? Nëse dikush për shembull e mat një dalje rekreacioni, e mat me ndikimin ibadet. Shëmat kjo për shembull shikimin haram, shëmat kjo për shembull haram, shëmat kjo. Largo kjo punë për ta, po. Nëse për shembull dalja natyrë, kushtimisht po tham, po. Ma rrezikon namazin natës. Nëse shkume me kerr, ma rrezikon për ulën namaz. Nëse çka që është i ndihshëm në raport me kujdesin për adhurimin, e kur çështja për ato largo është Allah, apo? E çka që duhet me pas në çit zonë me probeten. Andaj autori po thotë që ti duhet me e pastru veten, me luftu me veten. Në cilën zonë? Jo në zonën e haram të noja. Sa atje tani betejë është problem. Po sillë betejën çto? Çto sillë betejën? E kur e sill betejën çto, dhe kur e sapi ka bëj me çto gjëra,
je i përgatitur për tu mbush me cilësitë e besimtarëve që Allah për to flet në Kur'an. A kuptu tash radhitjen e kësaj që ashtu lidhet kjo punë me këtë amendë. Prandaj Allahu ka folur në Kur'an kush janë besimtarët. Kur Allahu flet për besimtarët në Kur'an, ka cilësi që ka dhënë me besimin, domthonjë që nën kuptojnë se janë të domosdoshme për që jenë besimtar. Por ka cilësi që nuk janë të domosdoshme për me qenë besimtar. E pse I përmend Allahu xhallahu ala për me qenë besimtar? Për shkak se besimtari nuk duhet më mjaftu veç me një aspekt e me aspekt tjetër. Andaj autori thot nga problemet I përmend, nëse do të shoh pak freskin se kanë qenë. Autori përmend se ka njerëz të cilët rrugtimin e pastrimit të vetës, e mbarojnë atëherë kur, sikur se thotë, I lën gjunahet e mëdha. Jo, gjunahet e mëdha dhe këtu ka koncept gabum. Po gjunahet e mëdha janë gjë të jashtme, për shembull. Qysh se këtu flet tash edhe për rrezikun e se këtë atë te kapitulli rrezikshmërisë. Edhe rreziku I trajtimit të gabuar në nefsit. Qoftë me menaxhimin e gabuar me halalin, qoftë edhe me menaxhimin e gabuar të metave tona. Për shembull, këtë çështën e njohjes së vetës, pastrimit të vetës, apo nëse njerëz e konsiderojnë të përfunduar në përpjekje, të përfunduar në kuptime, të përfunduar në projekte të vazhdueshme, e konsiderojnë të përfunduar që atëherë kur nuk bën gjëra të mëdha, nuk vjedh, nuk bën zina, nuk pin alkool. Kjo më kuptoj që unë kam nisur kontroll atë. E autori thot mendon se e ka pastruar vetën dhe tash nga ai do të burojnë cilësitë e duhura. Thot wastagna anil mujahada. Dhe për këtë kuptimisht ju shka autori, po e shpall domon të mbyllur kapitullin e mujahada. Jihadun nafs s'kamu. Që më vodash na e krytëm. Thot autori thot olejse ke dhalik. E puna së që ashtu thot. Thot puna është që se morali I mirë, edukata e mirë, që thash piku buran, nga nefsi I menaxhuar dhe nga zemra ndërtuar që shduhet, buran edhe sjellja edhe raportet këta. E kjo thot nuk është e ndëlidhur me një apo me dy, po është tërsi apo virtytesh që Allah I përmend në Kur'an. Do me thonë, ti se ke përfundu kur, derisa nuk kalon në përkret ato virtyte që I ka kërkuar Allahu xhallahu ala, I ke përvetësuar ato, I ke bërë dominante në jetën tonë dhe je I sigurt se nuk rrezikon nga veset e caktuara që munden me dobësu çështën e vlerave që I kemi ndërtuar vetën tonë. Kur kjo? Kur ndodh kjo? Me të hapë Allah I minë nujtë, a sa ma në sënë emrin këtë kur Allah. Prandaj të nërëzër, këto autori përmen cilësitë e besimtarëve. Shikoni për shembull Allah që ka thëtë. Nga jetë që Allah thëtë. Qëtoj, na me qëtu të në marë, qëtu e në projekte tona, qëka është projekti jote, me këqyrë. Edhe gjithë qëka e rëzikan që ta, heqe. Po më thatë, po bën, heqe. Gjithë qëka këta e rëzikan. Që kjo është esenca, qëka baza. Qëtu me konë. E nëse nuk kemi të gatshëm me menaxhu nefsin, madje në kërkesat e halalit, për me ruajt këtë vlerë, nuk ka përmirësim. A kupton rregullin? Çto është këtë boshti I problemeve tona, I neve tona, I vjetëve tona këtë apo. Na mundën marrë 50 vjet ndërs, nëse çit kuptim nuk e instalojmë një çish duhet. Katërt. Veç e normalizon dëgjimin, dëgjon, pa mos ndodh kurrë. Na po do jam ndryshuar domosdoshmë. Na me ndryshu, na qëto derë se pinguna për po më të mirë, me ndryshu. E mirë nuk bësh në një aspekt, po mirësia në kupton tërsin e cilësive që I ka përmend Allahu xhallahu. Që atërë bësh I mirë. Ashtu kur për shembull me kon I mirë në saft parë, gjithë saft parë. Ama I keq në gu. Ja, gabim. Se ke kry procesin. E ke kry një pjesë, o me të shumë. Dikur për shembull, dikush I mirë në gu, ama ka prasë në dorë. Problem, se ke kryja,
Dikush i mirë në dorë, në dhënje, po i keq në familje, se ke kry. Dikush i mirë në familje, po i keq me kojshin, se ke kry. Andaj çmeri cilësit, unë s'po na ta shpicaktum, jo vëllai. Allahu xhalla wala në Kur'an ka thonë, besimtarë janë qita, shuje, qitë cilësit, ditë për ditë me çto merru. Gjithçka nga dunjaja që pengon ndërtimin e këtyre vlerave në veten tonë hiqe. Apo kupton rregullin? Çka të pengon? Mos shër halal haram. Haram është normal që nuk kontestohet. Po por as madje edhe halali caktuar, nëse të pengon, nga se e faktorizon nefsin më shumë se duhet, dobëson vendosmërinë, shton lakmin, pengon instalimin e kësaj vlere, nuk duhet. E kuptu të rregullin? Çka thot Allahu xhallahu anhu? Innamal mu'minun, fa innama kuryan, don i thon edatu hasrin wa qasr. Unë kjo është një pjesë që ka thënë kufizimin edhe shtrëngimin, në s'ka jashtë kësaj, veç që ta janë. Veç që ta tjerë s'ka. Kjo është serioze, se Allahu për kjo është ajet Kur'an vëzni. Dhe këtu cilësi Allahu ku ka përmend? Shumë interesant. Këtu këtë cilësi se ka përmend Allahu në kapitullin Mu'minun. Po në kapitullin Enfal, kapitullin këtë luftë, këtë betejë luftë që tu do të më kon. Ai çka ndërtimi i duhur Allah. Jo për shembull, duke më probleme madhore, probleme të muslimanëve ka haru këtu. Po për shkak se kem këtu po na bëva kjo. Sa të vanuam këtu, kam vanuar edhe tjetra. Për shkak se Allahu po shtohet. Po këtu ka mujt marr në surën Mu'minun kanë të tjerë cilësi për shembull. Surja Ghafir e kam në surja. Çu kam surja Ghafir, ndryshe? Mu'min. Mu'min e kam në. Ne surja besimtarët. Se dyra është përmend te, apo ka thonë që ka besu. Wa qala alladhi aman. Andaj Allahu xhallahu ala për shkak se ka qenë trim, i ka dhënë fjalë edhe surja e faljes, edhe Tallat Ghafir edhe Mu'min. Që aty ka mund me konë që këtë cilësi për. Ama në Enfal, këtë betejë është. Yes'alunaka 'anil anfali. Dvesin për plaqje e luftës, këtë është apo. Para se me ka thonë që mund do plaqja e luftës, Allah i ka përmendur cilësi atë. Që to do të mi do mas pari, që kjo është rrezik kryesor. Që kjo është hisja kryesore e betejëve të juaja. Që kjo, pastaj tjetra vjen atë. Që kjo është hisja e duhur. Dhe Allah çka thot? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Shiko fillimi edhe fundi, vule. Me të vërtet besimtar të duhur, të kompletuar janë përmend se pastaj në fund që ta janë për një musliman. Dy vule i kanë fillimin në fund. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kush janë këta? E para, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Kur Allahu përmendet zemrat tyne do kanë për ulje. Do të thotë nëse e trazon zemrën me të lëfa probleme të dunjos, s'mund me çesu kur Allahu përmendet atë. Harroj këtë punë. E kuptova? Do të më përgatit zemrën me lut, çata dush më rrogu për shumë problemeve, për leshjeve, eci, lej, apo jo për shkak të dobësisë, jo për shkak të naivitetit, për shkak të zemrës së ta rush qetësinë e zemrës kur Allahu përmendet. Sa të ki mundësi. A i shikau tule ka përmend këtë jetë, pastaj është interesant çfarë shahmu ka provuar nga selefi. Ka mund 100.000 shahmu të një pru. Është interesant çfarë shahmu ka provuar. Thot, o idha tuliyat alehim ayatu, kur të lexon argumente Allahut zadat me imana, jo shtohet imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ja ata vetëm në Zotin janë bështetur. Apo kupton? Adhurimet e zemrës. Apo kupton adhurimet e zemrës? El-khashya. Apo prika pe Allahut apo khushuj, inabe. Këtë që të hina nga adhurimet e zemrës. Krimit tek Allahu te barekuhu teala për ulja. Apo pastaj domthon është tawakkul Allahu azza wa jall. Alladhina yuqimuna as-salat. Ata që edhe një iqamet ose është me ngrit. Ata që janë duke ngrit në vazhdimsi namazin, janë duke ngrit. Projekti i tyre është ndërtimi i namazit. Dhe ndërtimi i vetvetes përmes namazit. Ç'ka është projekti i tyre? Me ndërtu namazin, jo me fal. Jo të fal, me falin, po e ndërtojnë. Që ndërtojnë çdo ditë më bukur, ka pamje më të mirë, apo ja shtojnë një zbukurim, ja shtojnë një pamje ditë për ditë.
o mimma razaqnahum yunfiqun, edhe nga që ju kemi dhënë na, e din që na ju kemi dhënë, e din që Allahu të është, ata japin ato. E marrin nga Allahu dhe japin për Allahun azza. Që ta Allahu thot që ta janë hakikat musliman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Që ta ai sa ka punë këtu do. S'po ata që zbojnë zinë as mira kia. Shko pazar dikon tjetër Allah. Tek përjetimi, tek ndikimi, tek porulja e kështu me radhë. Pastaj Allahu çka thot surën, çka ajeti tjetër për besimtarët, në sura Tauba. Surja e nifakut, surja domthonë e demaskimit munafikave. Surja e betejave të pejgamberit sa me kundërshtar, veçanërisht betejës së Tebukut. Allahu thot: "Et-taibun, el-abidun, el-hamidun, السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين." مؤمنين. هذا الله thot التائبون, ata që pendohen tek Allahu vazhdimisht. A pendoheni ditë për ditë? Tauba. Për shembull, pendimi është çdo ditë pjesë e jetës tonë. Tauba. Jo, Allah. Merrni këshurën. Na pendoni herë. Ja, i bëkajmë thot stacioni i vetëm që besimtari e nisë dhe me të e bitis është të ubejat. Stacioni tjera, të evakullin, nuk është të evakulli ka ko, po ka vend kus ka, ama të ubej është, mus të mirë. Gjithmonë. Gjitha. E me të me kuptu pëse mu pëndu të Allahu xhallahu, pëse duhet të ubej, pëse. Shmanësi, sa kjo përgjënat noja, ka shumë që ka një mu pëndu të Allahu xhallahu, Allah i shumë. Shkallët e taibun, tani konë e abidun, tani adhurus. Pa të ubët sinqert, fuqishme, pa pastrim të raportit me Allahun xhallahu, s'ka i badet. Abidun. Tani kanë Allahu xhallahu, el-hamidun, ata që falërojnë. Shko, këtë halas për një badete. Halas për një badete, shko, të ube është e zemrës. Abidun zemrës. Hamidun zemrës. Kajtën zemrës, thotën. Pastaj i thot, es-saihun, el-rakiun, es-sajidun. Saihun, i ka dy kuptime. Saih, këtu e ka kuptimin e agjërusit, ose e luftarit nuk të Allahut azza. Dyet i kanë. Se kanë pejgamberi el-jihadu siyahatu ummati. Jihadi, lufta në rrugën e Allahut, është turizmi, shëtitja. Do të kur dalin për punë, ata s'dalin vetëm me këtu dunjon apo. Don e ka pranë pejgamberi në kuptim të përpjekjes, kuptim të angazhimit. Lëvizja e tij, dalja e tij nuk është më i pa, po ka një perspektivë për te asaj që e ka për ahiret apo. Dalja e tij është një përpjekje e tij për me ndryshuar situatën e vetvetes, e rrethit, me larguar mikun, kuptimi i gjatë në kuptim të përgjithshëm, kuptim gjithëpërfshirës. Prandaj domon është dalje. Po sa është dalje, vajte pak tupin vakt. Jo, s'kena na vakt me upa. Po ai dal natyrë, për shembull njëri të ndërozë, me dal natyrë, çka s'ka kriju Allahu xhallahu ala, çfarë bukurisë, thon, edhe maksimumi i përfitimit është, për shembull ka dije kalori. Allah kjo është atë sinqerisht. Aja vjen për udhë. Është e vërtetë, për udhë. Kështu hiç pa e lyptja e bakia. Pra duhet më koncentru kur tes me dje kalori, jo s'kiça koncentruar ti. Ti nëse veç jeca do vend djegën, është proces e ka bën Allahu ligj. Koncentrimi dhe menet me kon çka? Madhështia Allahut. Çka ka kriju Allahu xhallahu. Ushqen Allahu gjithë këta bubrreca në tokë apo. Këtu insekte që kush pisha, kush i ushqen, kush i man, kush e ka ujit të këtë barë, kush e ka të në këtë gjyrë, shumë tjera. E kur thesh, i këti galorit e dhjamit trupit, po e ke rrit, apo sasin muskulore të zemrës tonë, në kuptim të imanit, apo. E po që kjo është e dura. Që ta këmë përshën, dalje umit e temë është dalje e ndryshimit, jo dalje veqe humbjes kohës. Ndaj, sajhun, qëta Allah kanë sajhun. Kudo që të lëvizin, kada që shkojnë, ata hajrë bojnë, ndryshojnë situatën për të mirë, luftojnë të keqen, e largojnë armikun, edhe ka thonë ar-raki'un, ata që bojnë ruku, as-sajidun, ata që bojnë sejdë, edhe këto shikojnë të ndërlozër, al-amilu bil ma'ruf, ata që urnojnë për të mirë, ata që ndalojnë nga keqja, wal-hafidhun li hududillah, e ata që i ruajnë kufit e Allahut, kufit e haramit, kufit e të keqës, kufit e venit, kufit e nderit, i ruajnë, nuk kalojnë kufit. Wa bashiril mu'minin, për këzaj besimtarët, mu'minat, që shtaj mu'minat.
Çfarë mundina? Para me qëto me e shndrum projekt apo. Ditë për ditë me thënë I am type Abid Hamid keq të sa jam sot. Ditë për çto sot njëra vjen me ditë për ditë janë musliman. A çka më rëndësi të ndërlozë me kuptu këtu? Rëndësia është se kur Allah ka përmend këta njerëz, si ka përmend në aspektin e veprimit, që nuk kupton se veprimi domthon vlerësohet edhe kur bëhet në periodike. Apo në periodike. Për shembull, me thonë për shembull, filoni po lexon. Filoni po jep. Kë nuk kupton ka jep dia, të mos tremu e jep apo. Por nëse thosh filoni është lexues, emri ka lexues, nuk non stop lexon apo. Se emri është më i fortë se folja. Emri është më i fortë se folja, në kuptimin e cilësisë. Andaj kur dikush cilësinë ka të përvetësuar në vetën e tij, e merr emrin e qasojnë atë. Nëse dikush për shembull bën vepra, po jo din në emërtim, cilësohet vetëm me veprim. Këtu Allahu xhallahu ka thonë për shembull ata që bujnë teube, jo, po ata që në taib, emrin e kanë qështu ata. Do kjo është nga veprimet e shpeshta, dhe të pandara nga jeta e kanë marrë emrin qashtu ata. Në nivel më i lartë apo. E këtu cilësi që Allah ka pranë për besimtarët, këtu nuk janë cilësit ka paskoshme, periodike, të shkputura me zvetje, këtu janë pjesë e jetës, ditë për ditë, shifrima njërë. E në fund Allah ka thonë, o beshri l-mu'minin, përse besimtarët. Pas Allah që ka tha, ka defleha l-mu'minun, sura mu'minun, sura besimtarët. E vazhdanë Allah, kush janë këta, e ledhinë më fisat më khashin kërma, në fund të thotë, ulaika humul warithun. Këta janë ata që kanë me e tërshëgu, qka? Alladhina yarithuna al-firdausa. Kanë me tërshëgu firdausa. Çka është? Aja që duhet me përvecu. Çka është betejë me nefsin? Çdo ves i nefsit të ndërlozër pengon instalimin e shënjëllerave. Pra na duhet me i shkull ato vese, me i ull ndikimet e tyne. Duhet me menaxhu nefsin për me leju lirshëm të instalohen këto vlera në veten tonë. Dhe përderisa këto vlera nuk instalohen tek ne, nuk janë dominante në mesin ton, ne jemi të rrezikuar nga shkatrimi. Në kapitullin e shkatrimit jemi duke folur. Pastaj ka përmend Allahu edhe në surën, domethënë El-Furqan, wa ibadur rahmani alladhina ada rabb Allahut, që është i gjithëmshirshëm janë ata që ecin tokë qetë kështu më deri në fund të ajeteve të surës El-Furqan. Prandaj thotë Fëmen eshkel ali halu, kush e ka problem gjendeti, s'po di ku mi anis, për shembull problem e ka për shembull me e vlerësu vetën, s'po elhamdulillah, kem do mesele, s'po bojna haram, thot kush ka vezveste me çdo sene, thot gjithmonë le të çet vetën për çdo jetë vetëm. Këtu të kallzojnë ku e gjendja jote. Këtu jetë të kallzojnë tamam kush je. Këtu jetë të kallzojnë tamam gjendja me çka dush më marrë ku kemni. Çto jetë? As nuk janë fjalët e njerëzve, as përshtypjet e tyre për ty, as vlerësimi yt për vetveten, kur gjë s'është përcaktues. Që tu janë përcaktues. Me çto motosh. Edhe me çto e din se a je në drejtim të dur dhe a është angazhimi yt në drejtimin e dur apo është lodhje. Pastaj thot edhe pejgamberi më ka cilësu besimtarë me cilësi. Çonta. E ka cilësu. Atë duhet me ditë me çka pejgamberi ka thonë besimtarit kush është. E ka përmend ai hadithin e parë, ka thonë pejgamberi son betojmë në atë që shpirti im rëndon e ti, nuk ka besu drejt askush për ju e derisa vllaut të tij nuk ka dhënë ata që për veti. Çto nefsi? Me luftu hasedin, me luftu inatin, urrëtitjen, me dorë vllaut ton ato që ka dhënë për veti. Çto është betejë jonë. Pastaj për shkak ka thonë pejgamberi son men kan yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم ضيفه. Kur beson Allahun dhe ditën e gjykimit le ta ndërron mysafirët e tij. Shikoj aty patëm ajetet që flasin për raportin me Allahun. Këtu i ka pra hadithe që flasin për raportin me njerëzit, për ta plotësuar njeriu në dy nivele, edhe me Allahun edhe me njëri tjetrin. Kur beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos ta shqetëson kujshin e vet. Mos ta bezdis kujshin e vet. E nëse të ndodh vëllazër zban me bezdis kujshin e familjen, kjo është haloma famrana. Nëse zbon kujshin me bezdis e babën e nonën, kjo është famrana, apo
e kështu me burrin ose gruan, ose kudo qoftë. Pastaj thot, kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, falekul khairan aw liyasmut. Dhe të lek mirë ose të thjesht. Shikoj gjuha. Këto janë hadithe që ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka on akmalul mu'minina imanan, besimtari më i kompletuar është ai që e ka edukat më të kompletuar. Nëse më të kompletuar në edukat, në mirësjellje, me ato cilësi që i përmenda më herët, je besimtar më i kompletuar. Pra kompletimi jonë të ndërgozër nuk bëhet me bazën e, për shembull, përzgjedhjes së disa suneteve të caktuara që ne i pasojmë edhe që ne na më të kompletuar sa ata nuk falen siç falim ne me sunet. Kjo është i pjesë pasimi i sunetit namaz. E ku janë pjesët e atë pasimit në moral, në sjellje, në edukat, në bamirësi, në përulje, keq që i përmenda shumë tjera, këtu ku janë. E këtu janë pjesë e pasimit. Dhe këto janë hilet e nefsit të nëzër. E mashtonirin, e vetë mjafton me dosana, që është autori. Mjaftohet me të punë. Haram s'po bëj, na shirk s'po bëj, na. Apo edhe tani këtë bën me kone e përsi, jo veç për vetveten, po edhe me gjyku tjerë. Që kjo është hile. Që kjo është me ranë rrjetet e shejtanit me 4 kome e dur. Këtë komplet me ranë. Që kjo është hile, mashtrim. Andaj dietarë që të punë kanë, Allah i mëshiroft, i shpërbleft, me në qilë syt, me në rujt, me në mbrojt nga rëshqitja dhe të kurthëve të shejtanit, atë duke menuar gjithmonë që jena grupi i shpëtuar, po la ndihmu. Njerëzit që e kanë xhenetin, veç pritet me dekse, të çka s'ka që i nalëm. Nuk ka dalë, Allah, ka punë me bo, që sa punë është, që sa angazhimi është, ka dalë. Kjo është me thënë në realitet, që kjo është realiteti. Prandaj ku fillon realiteti? Ku fillon ti mundon nga iluzionet? Ku fillon? Ku fillon me një vetveten? Wallahi përsa nuk e një vetveten. Dhe nuk mirë me vetveten, je në ondra, në iluzionet, ti menon. Kur kthesh ka vetvetja, e përmirëson vetveten, mirësh me këtë punë, e çet vetëm para këtyre ajeteve që Allah po të shtem besimtar, unë jam besimtar, po që ky besimtari Allah, të që ky besimtari unë gjysh po kena problem, më njoft, apo po kena problem, ju s'po komunikojmë mirë, apo që atëherë zgjopi gjumit. Që kjo është zimi i gjumit. Kur ti je qetruar. Ama kur këto shenja, këto thirrje i ignoron. Smirë me këtë çështje, apo kalon sipërfaqësisht, formalisht për to, në kuptim periodik, i kena pa marrë një herë, i kena kaluar një herë, edhe keni këtash, ne jena tash të marrë me do tema, çfarë tema të marrë? Me çka të marrë? Me iluzione, me ondra, jo me realitet. Që kemi kuptuar dëmin e iluzioneve ditën kur bjen varrat. Qërën sytë e kupton realitetin, subhanallahu. E komplet ndryshe, Allah na rujt. Vështatë në janë tutë ulema për nga befasia e heretëve. Në tutë na të kalon shpresojmë edhe po çaj po dente. Çka nëse del ndryshe? Çka? Sa është mundësia me dal ndryshe? Sa është? Ai nuk dihet, vallahi ç'është ndroz, ka e ditë për shpresë. Bash me flajë tani thosh çka gjërat. Ç'ashtu ka? Po ka tilla që thosh, la ila natën e ditë më ne çu tani çabot. Do të më dish mi bashkuave. Ajo, nëse një gru shku në xhehenem për një macë. Një macë. Se ka të rdu që shduhet. Qëka të mërë për tjetër? Macë. A është hadithi Muslim. Dekhalet il mer'atu nare fi hirre. Ka më përshën. Një gru shku në xhehenem për një macë. Se ka të rdu që shduhet. E ka mshel, as i ka përshim, as i kalon vetë me ongër, dhe sa ka ngurë macët. Një macë. Asë punë macë kjo punë kibri. Kjo arrogancë. Për arrogancë ku në xhehenem aftën. Po e të të rëshku në xhenet për një qenë që ka e jepë më ngrëve. Shikon mes kësat me saj, mes qenët dhe macës. Ai çështja nuk është e thjeshtë. As nuk është e komplikume. Është e qartë, po dën punë, dën angazhim. Çka është apo? Çka është dën e qartë është. Për këtë arsye të ndërlozë se levi thashë ju kanë turbë fasive. Unë po punë çka po di. Nëse Allah ka përmend se njerëzve kam ju dal befasi kiametit. Wa bada lahum min Allahi ma lam yakun yahtasibun. Ju ka dalë tek Allahu ajo që se kanë pritur. Se kanë bëu sapiq, çështë se kanë bëu sapë. Po. Se ka bëu sapë se ke përdor numrat e duhur. Se ti ke përdorur që to e kishe ditë, hasamin tamam sakt. Me çto e din sakt ti ke punën, e din? Ama kur si përdor çdo standarde, si përdor çta numra, ato në mos i bevazosh, Andaj të na duhet më kryen në realitet. Me dal nga iluzionet, me dal nga pritshmërit iluzionare, imagjinare, me dal nga rrethi
i përshtypjeve të ndërsjellta, Allah të ujtë, mashallah, ti vëlla muslim, del nga këto, Allah, del, ktheu në realitet me Zotin tënë, krejt njerëz kanë me të lonë, ty e mu, vetë, me Zotin tënë kime dalë punët e tua, kaq, dhe që tu fokusohen, që të punë regati, që të Allah dalim sa ma paq, pa hak të kërkujt, sa të ki mundësi, dëmon rruje hakun e Allahut, e mas shumë ti, në kuptim të kujdesit mos me bo përtesi hakun e njerit, nëse është i ronë të ka Allahu të barë këtële, ma dhe haku i kafshës, që to njëri me pas kujdes, Allahu gjellë në runa. Ndaj me pas njëri kujdes më rujt. Këtu e nësisi që ka përmen pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pastaj e ka përmen qësh kanë ardhë, bedojnë e kanë tërhek për këmisha, e kanë në shenë këtu i kanë, ana nga pasuria Allah, që është e jotja. Pejgamberi sallam. A di kush janë ata? Çfarë ka thonë? Ka busjesh, ka njepja njepja. Pejgamberi sallam. E kanë shqetësua, kanë bezit, e kanë gjytë me gurë, kanë Allah më këfir li kaumi fe inu le alemun. Allah falë ose të s'din këta, valla, këta nuk din, këta me din nuk bojnë. Njërë me din që shumë pejgamber me gurë, po ja ka mbulu sytë, dëmon epshi, kujta, inati, urejtja, ja ka me gullu pamjen. Andaj, Allah më këfir li kaumi fe inu le alemun. Shumë të në vëdhër, kër shenë i nej, që se që i thojnë islamofobë, që i shane, që i bënë për shumë, ata ba zamë hënë, Allah falës nuk o kadin. Ata ka bojt një zamë dhe, apo e kundër ta. Sa i nësë përdo me konë aqë naive me konë, ka ne dikush kërkan për me, këtu e në tjera situata. Po në esenës për shamu, në esenës me bu do, që Allah më uzu, potencialin, që shka për këmërësëm, është lutë për Ebu Gjehli, dhe për. Apo, ka në, o Allah, forcaj këtë din me një bedio mira vëtën, kush e me i dashën të tjepën. O merëm në Khatabi ku mëshrik, edhe Ebu Gjehli ku mëshrik. Apo, ka me njën për dyve. Kush e me i dashën të ti? E ka uzu Allah kanë, Omerin radiallahu ta'ala anhu. O ma ka bu dua për Ebu Gjehlin, që Allah me forcun ka se, ka autoritet, karizmatik, njërin me ndikim, me boj musliman, me boj, po Allah e ka dashur Omerin ma shumë se ka ditë, që kjo është i duhur e i zyne. Ama me gjithat, që kjo është e që, e kanë bopën. E tani ka përën shambuj, këta shambuj të vëzë i ka përën autori. Mund ka shumë shambuj tjerë. Po unë mendoj që i ka përmend këta shembuj, se me çdo të përfundon kjo kapitull me këta shembuj shkurtimisht, i ka përmend qëllimisht këta shembuj për me tregu që deri në çfarë niveli, domthon mush me ardh në provokim, edhe që me ku reagimet apo. Përmend Uwais al-Qarni apo. Uwais al-Qarni dini ku shkon. Adrusi i madh i Yemenit apo. Që pejgamberi son e ka lavdru edhe i ka thonë sahabeve, nëse e takoni kërkoni nga i më bëdo për juve. Përno sahabët me lutë Uwais al-Qarni. Ai do ka qenë besimtar në kohët pejgamberit tonë, po se ka pa pejgamberin tonë. Ka qenë Yemen, nuk ka mujt me shku me e pa pejgamberin, thuhet nëse një për shkak se ka pas nonën vet. S'ka mujt nonën me nonën vet, edhe se ka pa pejgamberin alayhis salatu wasallam për shkak nonës vet. Shka milion prind vet është punë e madhe njëtë. Milion njerëz të shoh ato haj se ka gale gjendu haj se një pejgamberin se ka pa për nonën vet. Prandaj me pasni kujdes që kjo është po ja ka vlerësuar pejgamberin, se ka thonë atë qysh vëlla musën nën po. Te çatje unë për sa i marr. Unë për sa i marr, jo më sa unë rrejë ju. Unë për sa i marr. Që ta kërkon në Rafat, të vëzër, bëna Omeri ka vet. Pejgamberit që narkon, nëse është me juve njëri koj. Sa ka marrë që Omeri vet për të Allah. Apo. E atë e kanë marr pejgamberit e kanë marr me buhaj sa i molli për haxh. Ka unë ja uroj devet, ju shej për ball çmimit të haxhit apo. Me haxh me pagu skam. Ama hizmet ju vaj, edhe që kjo është në këmbim, e kanë marrë, vetë. Për hizmeqari, ka një skem në kësi, ja, du të me konë. Njëni ka mos jetu vetë për e qaj, ka në qajrë. Ka në kënalonë në Rafat, duke në erujt devet, që atje, me i qitë me hongër, ushqem edhe uja. E ka ip deves, Omeri dhe Aliu, ka shku me nëzitim të kaj, kër kanë po, i badat të buaptën. E ka unë a e filoni, ka unë po. A e ki që shrutë situatën, ka unë po. Ka unë në ka thonë pejgamberi s.a.s. që nëse të takoj me bëdo apëtën. Që ka unë që fa pozitë e kjo? Kjo pozitë, që ta është me madhe Allah. Kështë se ka rritë këtë pozitë të konë i dopte, frikacake, naive, se ka bojshët, sinqerisht të. Ama morali ti ku një natë. E autor e ka përmenë, thot,
ka ndodhur që fëmia nganjëherë domethënë edhe më utall me ta. Ka sin kur njëri për shembull ka në adhurim caktuar ose kur s'bën kur gjë i këqij punë veta, ka fëmijë sherrra që këtu me shndruar në objekt tallje. Ose ka dikush që edhe i shtyn po tallje me ta. Atë kërë kanë gjujtë me gura, thëmë. Ju ka thonë, subhanallah, ju ka thonë, nëse banë veç me gurë ma të vegjel, se po mi qitë një kom gjak, e së në rikom natën atë. Veç ma prish një badetin, se për tira së ma prish një. Nën as disponimin, as urrëtin, as akmare, kur që, veç ma prish një badetin natën që, lëndimi i këmbëve është problem. Tash, komentet mund me konturi fare, po kjo njëri veçantë të vëzër. Autori pse e përmen këtë? E përmen që ndi që fa dërejë ka rrit angazhimi njërit me punë të veta, apo që edhe kur janë talti, si ka po përshtypje, që ka bujnë, që ka thujnë, që fa shtalën, me rëndësi e komune që projekti jem në ecë Allah. Ama njëri përshka këtë kërkesëve të njësë, më hakmare, e len projektin e namazit, e të dhikrit, e të përmirësimit, e të sabrit, e të adhurimit, e len anash, edhe bo tani gjahil. Bo gjahil. Ti sahiti bo është ajo, po tani kur këthesh kasën, këthesh ku e konë, këthesh të në klasë para pret. Përndaj, i kanë thonë Jahja ibn Muadhit për njonin që e ka ofendu, ka folë, pëse s'pja këthen. Ti mush me poezimi a këtu japën. Jo veç shut. Ka unë, e pse kom lëvdije, pra? Veç mos me konë që shtu. Për me konë që shtu s'ka lëvdije heq, po kom lëvdije, mos me konë si që kjo japën. Përndaj të më vëzë, pse ja unë dërës? Veç mos me konë si qaj si që kjo. Se për qështu me konë s'ki në nërë të heq, që shtu t'je. A kuptut? Duhet me kallëzu në gjitha format për parësim pse jenë dërës. E pse aj që sështë që ka hupë? Që që i kallëzojmë na? Pse do bitë që i kanë gua? Këto harronë, se të dilë një të. Po formimi ju, nësirli ju, në edukatin, kallëzon që e pse përshkaj për në dërës të jetën të uqa? Për që pun përshkaj në? Për që pun përshkaj, se mos më pakon që kjo në qështu ja kësha po? Po pse përshkaj qështu ja më? Ose në gjuma, ose në namaz, ose kështu më ratë. Prandaj për shembull e ka përmendur rastin e kemi cek para do ku do këtë me juve këtu, rastin e Ibrahim an-Nakhi rahimullah, edhe Ibrahimi ka qenë domthon Ibrahim Adham ka qenë njëri me pozitë, babait i ka qenë me pozitë, apo. Edhe ka qenë në Bagdad. Edhe kanë pritur në Bagdad. Po rrugës dukar ka pasur sprov me një oficer të lartë ushtrisë. E ka pyetur diçka i oficeri Ibrahimin se ka ditë kështu ashtu. Edhe kjo ka kthy me përgjigje të ahiretit apo, një dunjos. Edhe ka kuptuar si provokim, edhe ka goditje ka çokryt apo. E kur u kthy, kur ka në Bagdad, kur ka pa tani pepret, kush o ky? Ma bën Allah të lut na falë, mos e koni kushie ti dhe i ka thon Ibrahim Adham çu i ka thon, e kanë përmend. Atë Ibrahimin që ti po kërkon falë komunon atje në vend tam. Që Ibrahim i madh, që ti po i tutësh atij na komunon atje. S'jam ne ai këtu. S'ke nevojë më çka të më kërkoj falje. Se s'jam Ibrahimi që ti pi kërkon falje. Se cili Ibrahimi ka kërkoj falje? Ati me pozite, me pushtete që ati Ibrahimit. I ka atë e komunon vend tam atje. Unë këtu një rob i shkëti Allahu Azza wa Jall të falë kohë. S'jam ai madh, ne kum kurrë atë punë atje. Ose për shembull ka përmend në raste tjera e në fund e ka përmbyllur të ndodhen, do më përmend çto, në fund këtu pak kjo raste ka shumë raste tjera, kjo prapë po them të ndërrua. Edhe këtu i kanë situata të veta, i kanë mënyrë të veta të nuk kupton me komplementari kimi onsara naiv ose me kon frikat. Po nuk kupton me kon mbi situatën, mbi rrethonën. Nuk lëm të tërheq nga provokimet nga se më kushton namaz, e ti bën mos më vakon që ky nuk ka diçka më sill. Po di që tani më bëj që më kon 2 javë kontroll namaz. E çam kushton mua. Dhe që s'e bëj çdo, po çam kushton mua. Po çfarë unë s'bëj çdo. Meq. E ulut. Edhe më përshtyve për më se në fund të ndërlozë ke pa për shkak ata që janë sportista. Ose ata që mirën me çdo detaj të vijave trupit apo. Ushton, tani për shembull nuk i vjen kanë nevojë të mëngë çokoladë të madhe e tani për të kongoj 3 sate për çka? Do sakrifica që ka jap e nal pe zban atë. Për një vit trupit. Se tani një vija aty bëhet pak më jashtë vijave. E ti unë që sa po shkojnë ders, të mundu me qit vetëm tashme, jo pas dalë, se po më kushton shumë. Andaj veç kur të pasuhet çmimin që kime pagu për dalje, kur do me hi opet është më shtrejt shumë.
njëherë e hi në kuptime, njëherë ke hi mbrana rrjetit të adhurimit apo. Nëse del nga ky rreth për nefs, apo hyrja është më shtrejt apo. Bileta kushton më shtrejt. Nuk ka njëjtë sikurse kur e kon mbrana apo. Ku që mos i për gjithçka eron jam. Mos se kanë skip me çamë paguar son hin mua. Në botën e përjetimit të knatësive të adhurimit të përmendes Allahu Azza wa Jall, smush me i mua. Dhe kujto para se më dal kujto. Unë po dal, kuptim po dal nga vetja jam, po dal nga sistemi jam, në raport me njerëz, me çka do kof, po kujtoj e tani hyrja shumë shtrejtë apo. Kushton fort, nga sa sunin mbasë nga njëta port, jo një nivel, ti më rama poshtë, e kushtueshme. Ma mirë çështë, po rriku jam. Po si punë apo. E këtë të autorin fund, o hadhi në fus, dhe që ta shpirta të na që pëndini për ta, që ja kam bo kështu, e lezoni për ta, apo që ta shpirta që kam bo, dhe ta që e kanë ullë nefëse në pozitën e vetë, e kanë menagju si duhet, e kanë bo me trajnimet vazhdueshme. E na duhet me folë për trajnimin e nefëset, që trajnohet nefëset. E autori fillan trajnimin e nefëset nga vëgjlia. Kapitulli i ashëm është trajnimi i fëmisë. Qysh me e trenu nefsin në fëmini. Tani më janis, pse defektet filloj me u ngarku në fëmini, ta është dikur të po neve në ka ik, s'ka ik, kjo është tani tem tjetër. Po më rëndësish me ditë ku fillohet e me kuptu se sa më i vënuar që je, ma pak e ki lukës me u vak të nëndë, po. Nëse se këna pas këtë mundësi e këtë begati, fëmini dikush më nga trajtu, që këna me mësu, ti kemet vonë me ko, apo, edhe i vënuar, apo, edhe i lastuar, s'kan. Po i vënuar gjithmonë, vrapon tani ma tepër. Edhe e shuzë mundësi ma tepër nga se, ka shumë shtigje pa kalu, s'ka ko me humbi jashta shtegu të garimit. E kuptut? Në ti në shteg garimit, ashtu është i vënum, ashtu është i me të shumë rapa, ashtu do në vonë i në gjithë kjo kuptime. Edhe me një stash edhe me në shtegut, me bu vënesa, është humbje madhe. Andaj thot autori, thot të hadhi nufus dhullet bir rjada. Këto nufus që bojnë, rjada është, sot të thënë, trajnimet, sport. Po jo drapimit me kom, po trajnimit që shduhet. Ku do të me godit, që shme bo, që shme, këto e në tash udhëzime praktike për trajtimin e vetvetes dhe përvetësimin e vlerave të caktuara që Allahu te barekutaala në bazë të tyre i ka lavdruar besimtarët. Prandaj thot, duke u trajnuar ç'është duhet dhe sa duhet dhe duke paguar çmimin e trajnimit, thot janë pastruar. Fa'tadalat, thot edhe janë balansu, me ato fillim që tash balansimin. Se ta shimet pa donjë, jo, ka shumë donjë, po janë balansu ç'është duhet dhe janë pastruar nga mashtrimi i brendshëm. Anil ghishi, nga mashtrimet e brendshme, nga iluzionet që thash, apo që na janë pasur nga gjitha këto. Thot edhe kjo ju ka sjell pastaj edhe pajtim me caktim të Allahut Azza wa Jall, edhe lidhje me Allahun xhallahu ala, qetësim të shpirtit ku Allah përmendet, e që kjo është e rrugtimi deri te ajeti Surën Fajr. Ja ayatuha an-nafsu al-mutma'inna. Qetësohet me përmendjen e Allahut, qetësohet me adhurimin e Allahut Azza wa Jall, qetësohet me kthim tek Allahu Azza wa Jall, qetësohet me fjalët e Allahut xhallahu ala, dhe këtë qetësi që aja ka siguru, dhe këtë domon harmonit brendshme, nuk lejon kurkush me aprish apo. Për asnjë çmim. Nuk lejon kurkush me aprish për asnjë çmim. Andaj thot, duhet njëri vazhdimisht duhet me e trajtu nefsin, vazhdimisht duhet me u trajnu, thot fa innu ba'du ma wasal, nga se ende nuk e arrit. Ku e dim që këna rritna, e kjo thot nga se ende s'ka rrit, që hapësira në shtegun e vrapimit, ende është e hapur, ende ka kofër me shkuapën. E kur e përfundon këtë, kur e merë dëmon myrshdën në fund tjetës tone, ku dëmon i thot, ja të enë nefsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ktheu tek Zotit, ai kënaq me ty, e ti kënaqen me Allahun, edhe hyn xhenetin e Allahut azza. Kjo është qetësia e këtujt bartet në qetësinë e patrazuar. Nëse qetësia e xhenetit të dunjas trazohet. Po sot ki mundësi me rujt qetësinë e dunja me iman, pa trazuar me problemet e dunjas,
e fiton qetësinë më të madhe në ahiret që nuk ka kush e trazon më, s'ka kush e prish më atje. Atje është e garantuar me rujtjen e Allahut te bareke ve taala. Kjo është domosdoshmë që ka me këtë kapitull, që ka me trajtimin e duhur të nefsit, trajnimet dhe përvecimin e cilësive të saktura që gjithmonë na tërheqin drejt përpjekjeve të vazhdueshme për plotësimin e vetvetes dhe pastrimin e saj nga veset e këqija të shëmtuara. Allah na e pastroj zemrat tona, Allahu na dhasht atë që Allah jap robëve të tij të përzgjedhë të mirë. Na jap të Allahu udhëzimin, na jap të Allahu cilësitë e mira, na pastroj nga veset e këqija, na bëft Allahu dashur tek ai, të mirë e të kujdesshëm e të sjellshëm për robët e Allahut xhallahu ala, dhe na mundsoj që qetësia e dunjos na shpihet tek qetësia e ahiretit. Allah shpërblet, o sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.